Në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku çdo lëvizje, çdo shikim dhe çdo fjalë ka peshë dhe bëhet pjesë e narrativës për publikun, Dolce ka filluar të duket si një figurë që po humbet shkëlqimin e saj të mëparshëm. Në fillim, ajo u prezantua si një vajzë sharmante, e zgjuar dhe plot energji, një nga personazhet që tërhiqte menjëherë vëmendjen. Publiku dhe banorët e tjerë e perceptuan si një yll të vërtet të shtëpisë, dikush që mund të krijonte dinamika të forta dhe emocione të dukshme, por tani situata ka ndryshuar ndjeshëm. Dolce nuk duket më aktive në lojë, ajo nuk merr pjesë në debate, nuk futet në polemika dhe duket e larguar nga pjesa më e madhe e dinamikës së grupit. Ajo nuk është më vajza që vinte energji dhe shkëlqim në çdo cep të shtëpisë, por një figurë e cila ka humbur pjesërisht motivimin ose dëshirën për të qenë pjesë aktive e lojës. Indiferenca e saj është e dukshme. Dolce nuk përzihet në strategji, nuk provokon situata dhe shpesh duket sikur është e mbyllur brenda vetes, larg shikimeve të publikut dhe vëmendjes së bashkëbanorëve. Ajo nuk kërkon të marrë rolin e protagonistes dhe nuk përpiqet të rivendosë pozicionin e saj fillestar si yll i shtëpisë. Ky ndryshim është i thellë dhe tregon një ndryshim të perceptueshëm në mënyrën se si ajo e përjeton lojën dhe marrëdhëniet brenda saj. Nga njëra anë, kjo qetësi dhe distancë mund të interpretohet si mençuri ose vetkontroll. Dolce nuk futet në debate të kota dhe nuk përzihet në konfliktet që shpesh marrin për masa dramatike. Por nga ana tjetër, mungesa e angazhimit e bën atë të padukshme dhe për publikun që e njihte si një personazh sharmant dhe energjik, kjo mund të duket si humbje e shkëlqimit dhe e yllit që ishte në fillim. Ndikimi i këtij ndryshimi nuk është vetëm për publikun, por edhe për marrëdhëniet brenda shtëpisë. Bashkëbanorët mund të ndjejnë mungesën e pranisë së saj aktive, duke krijuar hapësira ku dinamika dhe konfliktet zhvillohen pa ndikimin e saj. Dolce, që dikur mund të kishte rolin